bashkë me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonja Mimoza Kusari Hilja, dhe me Nikoqirin në Mitrovic, kryetarin e komunës Faton Pecin, dhe me kolegë të tjerë nga Qeveria e Republikës dhe Komuna e Mitrovicës, në frashër të Mitrovicës, ku do të ketë një park industrial tejet të nevojshëm dhe të dobishëm për bizneset prodhuese, jo vetëm nga Mitrovica. Në këtë mënyrë, ne po e lajmë një pjesë të vogël të borxhit të madh që ja kemi Mitrovicës, e cila i dha aq shumë zhvillim e kulturë, jo vetëm Kosovës, por edhe mbar kombit shqiptar, dhe tash ne po ja kthejmë këtë me një investim këtu në Frashër, në shumën e gjithë mbarshme prej afër 1 milion euro për këtë park industrial, në të cilin do të mund të vendosen bizneset e ndryshme nga Mitrovica, nga Kosova, por edhe investitor të huaj, ashtu që të rritet prodhimtaria e të shtohet punësimi. Sa më shumë që bizneset prodhojnë, aq më shumë krijohen kushtet për rritje të eksporteve dhe për zëvendësim të importeve, për përmirësim të bilancit tregtar dhe për progres të gjithëmbarshëm socioekonomik. Në 3 vitet në vijim, Qeveria e Republikës Kosovës do të investoj mbi 30 milion euro për 14 parqe industriale anë mban Kosovës, sepse dëshirojmë që infrastruktura për bizneset që prodhojnë e punësojnë të jetë sa më moderne. Këtu në Frashër, punimet tashmë kanë nisur dhe po ndërtohet infrastruktura bazike, e pas kësaj infrastrukture themelore, do të kemi edhe infrastrukturën tjetër e cila e modernizon parkun industrial dhe e bën atraktiv për biznesin. Natyrisht që këtu do të mund të vinë edhe bizneset nga Mërgata, ku e dim që bashkëdhëtarët nga Mitrovica janë anë mban Evropës dhe jo vetëm, e në veçanti e dim që janë në Gjermani, në Londër e në Suedi, dhe ata nuk do të mund të vinë tash në Mitrovic vetëm tek familjet e tyre, por do duhet ta konsiderojnë që edhe ndërmarrësinë e profesionin që ushtrojnë në perëndim të mund ta sjellin së paku pjesërisht edhe në vendlinjën tyre të dashur, të cilës i mungojnë ata, edhe e cila dëshiron që ata të kthehen e të zhvillohen si individ, si familje edhe këtu në Mitrovic. Në rajonin e Mitrovicës, ju e dini që e kemi edhe Ibrin, edhe Trepçën, Mitrovica ka qenë kryeqendër e industrializimit të Kosovës në gjysmën e dytë të shekullit 20, prandaj edhe këtë park industrial duhet ta shohim si një hap të ri në shekullin 21 për atë qysh e kemi njohur Mitrovicën nga hera, pra vatër e teknologjisë, e industrisë dhe e zhvillimit e cila i tejkalon suazat jo vetëm të kësaj komune, por edhe të Republikës së Kosovës. Falenderoj edhe operatorin ekonomik, i cili po punon me dinamik të shtuar, dhe këtu siç e shihni në këtë tabel, plani parasheh që brenda 150 ditëve të përmbyllen punimet, pra për vetëm 5 muaj, që do të thotë patjetër si vjet, do të vijmë sërish që ta prejmë shiritën e këtij parku industrial ku do të vendosen shumë biznese. Por natyrisht, para prerjes së shiritit në Vjesht, tash në pranverë do ta vendosim gurthemelin bashkë me kryetarin e komunës dhe me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Gëzuar punëtorëve, qytetarëve, urime të gjithëve. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër Albin Kurti, i nderuar kryetari i komunës Faton Peci, të nderuar deputet, zëvendësministër, të nderuar punëtor të këtij parku të ri industrial, të nderuara media dhe qytetarë.
Është kënaqësi gjithmonë që të jemi në fillimin e punimeve. Fillimi I punimeve për një projekt të kësaj natyre shpërndan dhe jep mesazhin që Kosova është e gatshme për investime, Kosova është e sigurt dhe vendi ynë tashmë po plasohet edhe në brenda edhe jashtë para investitorëve të huaj dhe gjithashtu diasporës, siç e ceku kryeministri, të gatshëm për të ofruar atë çka shpesh herë për kompanitë mbetet ndoshta problem ose merr vonesa. Përcaktimi I lokacionit, përcaktimi I infrastrukturës dhe krejt çka ndërlidhet me një investim në prodhim. Ne si qeveri e si ministri jemi të përcaktuar që të punojmë drejt për drejt në përmirësimin e bilancit tregtar, në zëvendësimin e importeve me produkt vendor, por gjithashtu edhe në vendosjen e Kosovës si vend në të cilin ka prodhime me vlerë të shtuar. Prodhime të cilat nuk konkurrojnë me vendet me mas, siç janë ato që bëjnë prodhime në numër të madh të punëtorëve, por ato që kanë vlerën e shtuar. Prandaj edhe parashihet që në këtë park të ketë kompani prodhuese, të cilat janë në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit, dhe teknologji e inovacion ka në gjithë spektrin industrial, por gjithashtu edhe ato të shtojmë tashmë edhe komponentën e ekonomisë së pastër, e ekonomisë qarkore, me çfarë edhe bashkë me kryetarin e komunës, javë më parë kemi nënshtruar aneksin e marrëveshjes së përbashkët për këtë park, në të cilin I shtohet komponenta e gjelbërt dhe komponenta e ekonomisë qarkore. Kjo e bën Kosovën, prapë po e them, si një vend I cili në formë proaktive, po I tregon edhe kompanive të Bashkimit Evropian se mund të vini dhe në raport me standardin që ata e kërkojnë, por me një çmim shumë të favorshëm mund të prodhojnë nga Republika e Kosovës. Ndërsa, sa I përket investimeve në Mitrovic, besoj që tashmë është fakt I ditur se edhe angazhimi, edhe përkushtimi I kryeministrit Kurti dhe gjithë qeverisë Kurti 2 për shtrirjen e sovranitetit, për stabilitetin, dhe gjithashtu funksionimin e shtetit në çdo cep të vendit, e bën edhe Mitrovicën edhe secilin investim tjetër në Kosovë të sigurt shumë thjesht. Prandaj edhe këto investime nuk kanë mund të realizohen 14 ose 12 vite më parë në këtë formë, por tashmë realizohen fuqishëm e gjithashtu edhe me një dinamik të shtuar. Për arsye se kur është siguria, kur është garancia shtetërore, është edhe ekonomia, zhvillimi dhe prosperiteti. Ju falenderit shumë. Nderuar Kryeministri I Republikës Kosovës, zotëri Albin Kurti, nderuar Ministre Mimoza Kosari, bashkë me bashkëpunëtorën në kryetar Osmani Zavend, Ministër I Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, të nderuar media, qytetarë të pranishëm. Rrethona caktuar dhe mund të jenë ndoshta skeptik, dhe kjo cirkonstancë dhe kum lexu jo pak filozofi, se s'ka lexuar kryeministri. Dhe ajo po skepticizmi zakonisht sjell rezultate dhe mandej afatet kohore janë në kohë reale. Kënaqësi që kemi prezent kryeministrin në Mitrovic, I cili është figura dhe personaliteti që në qeverisjen e tij në Kurti 2 mundsoj që Mitrovica të frymojë ndryshe në aspektin e sigurisë. Tash jemi në një fazë, në një inaugurim që është një si hariq I mirë se Mitrovica do ta ketë vëmendjen edhe më të shtuar në aspektin e investimeve të projekteve infrastrukturore që do të ndikojnë direkt në ekonominë qarkore të Mitrovicës dhe kësaj pjese të Kosovës. Zotimi im si I pari Mitrovicës ka qenë edhe është në bazë auditore që të krijojmë kushte dhe rrethona më të favorshme të bërit biznes, duke filluar nga mundësitë infrastrukturore dhe hapësirat fizike ose ndarja e parcelave, që është njëra prej kërkesave të parë të secilit investitor ose afares që dëshiron që ta rrisë kapacitetin ose që të vijë në Kosovë për të investuar, e Mitrovica si komunë në këtë fazë dhe me përkrahjen e parezervë të qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministrit dhe ministrave lartësit të tij, e ka mundësinë ideale që të transformohet në njërin prej qyteteve më të zhvilluara sikur se ka qenë në të kaluarën. Aktualisht, trendet dhe niveli I zhvillimit të komunës tonë nuk është në nivelin e duhur dhe të kënaqshëm. Ambicia jonë është që të vazhdojmë. Dje ishëm në një aktivitet në shënimin e 80 vjetorit të gjimnazit Frank Bardhi, ku e bëra të ditur se 5 milion euro do të jenë të dedikuara në 3 vitet e ardhshme për ndërtimin e gjimnazit të ri dhe të shkollës së muzikës, që është zotim dhe përkrahje e ministrit të arsimit Harullah Qeku, për çka edhe një herë falenderoj.
publikisht nga këtu. E sot jemi në fillimin e punimeve të ndërtimit të infrastrukturës së nevojshme për parkun industrial që krijon hapësirë të përshtatshme për bizneset që është tepër nevojshme. E në gjithë ata afaret që janë nga Mitrovica, nga diaspora, po dhe pjesë tjera të Kosovës, ky do të jetë një prej parqeve model, në të cilën do të krihet parasysh, sikur se tha dhe kryeministri dhe ministra, edhe elemente tjera të trendeve më të avancuara të parqeve të tilla ku ekonomia qarkore shoqërohet edhe me aspektet e standardeve ekologjike të gjelbërta që është trend dhe objektiv i mekanizmeve dhe agjendës së gjelbërt të politikave të Bashkimit Evropian. Gjitha këto bashk nuk duhet na harru se afares gjithë shpirtin ndërmarrës i Mitrovicës, i diasporës që vjen nga Mitrovica, nga Kosova, po të gjitha trojat shqiptare janë shumë të mirëseardhura dhe të mirëpritura këtu në Mitrovicë, për shkak se dera ime, si kryetari i komunës, do të jetë e hapur dhe se nuk ka asnjë element ose standard që do të krihet parasysh, posaçërisht në rast se e bëjmë analizën mbi bazën e kriterëve të mënyrës se si janë dhënë shfrytëzim të kaluarën parcelat dhe pronat publike, mjafton që ata të kenë një projekt, të kenë një ide, edhe do ta kenë përkrahjen time, përkrahjen e qeverisë, edhe mundësinë e afarizmit dhe zhvillimit e gjenerimit të vendeve të komunës. Edhe një herë faleminderit shumë kryeministër që je në Mitrovicë me demonstru dhe me vepër angazhimin dhe përkushtimin për një etapë të re për Mitrovicën, që është investimin në zhvillimin ekonomik në këtë ditë të bukur me diell që po jep rreze shprese zhvillimit Mitrovicës dhe Kosovës. Ju faleminderit. Okay.